Kur shohim një titull të fortë, zakonisht nxjerrim menjëherë një përfundim. Kjo është clickbait, kjo media nuk është serioze, por a është gjithmonë kështu? A mund të ketë një titull që tërheq vëmendjen, ndërsa artikulli të jetë i saktë, i verifikuar dhe me interes publik? Pikërisht këtë pyetje ngriti edhe studimi ynë. Për të mos u mbështetur te perceptimet, analizuam dy instrumente analize, indeksin e klikimit dhe indeksin e cilësisë. Indeksi i klikimit matë se sa shpesh përdoren teknika për të tërhequr vëmendjen, ndërsa indeksi i cilësisë vlerëson diçka krejt tjetër, burimin, verifikimin, kontekstin dhe transparencën. Pra nuk analizuam vetëm titullin, analizuam të gjithë artikullin. Kjo na lejoi të krahasojmë dy gjëra që zakonisht analizohen veçmas, sa tërheqës dhe sa i klikueshëm është një lajm, dhe sa cilësor është ai. Për herë të parë këto dy dimensione u maten paralelisht në median online shqiptare. Rezultatet sfiduan një nga idetë më të përhapura. Jo çdo media me shumë klikime prodhon gazetari të dobët, dhe jo çdo media me titull neutral prodhon domosdoshmërisht gazetari më cilësore. Në fakt, analiza identifikoi disa modele editoriale të ndryshme. Disa media janë të orientuara kryesisht drejt performancës, disa përpiqen të balancojnë klikimet me standardet editoriale, ndërsa mediat investigative dhe organizatat jo fitimпruese vendosin në qendër dokumentimin, verifikimin dhe interesin publik. Pra, tregu nuk ndahet mes mediave të mira dhe të këqija. Ai përbëhet nga modele të ndryshme që reagojnë ndryshe ndaj të njëjtit presion digjital. Një titull i fortë nuk është domosdoshmërisht problem. Problemi fillon kur titulli premton diçka që artikulli nuk e ofron, kur mungojnë burimet, kur mungon konteksti, kur informacioni nuk verifikohet, ose kur emocioni zëvendëson faktin. Kemi ulje të standardit editorial. Analiza tregoi se mediat me rezultatet më të mira nuk ishin domosdoshmërisht ato me titull më neutral. Ato ishin media që pavarësisht mënyrës së paketimit të lajmit, ruanin burime të identifikueshme, kontekst, transparencë dhe verifikim. Me fjalë të tjera, cilësia nuk fillon te titulli, ajo fillon te raportimi. Një media nuk gjykohet vetëm nga mënyra se si të bindë të klikosh, por nga ajo që gjen pasi ke hapur artikullin. Studimi ynë tregon se klikimet dhe gazetaria cilësore nuk janë domosdoshmërisht kundërshtare. Ato mund të bashkëjetojnë, por vetëm nëse performanca nuk zëvendëson standardet editoriale. Pyetja nuk është, a është ky titull clickbait? Pyetja është, a e mbështet artikulli atë që premton titulli?